Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E besoni apo nuk e besoni, sot është e gjumaja e fundit e Ramazanit. Të gjumën tjetër është Bajram, inshallah taala. Edhe kjo është prej mirësisë Allahut Azza wa Jall ndaj nesh, që na e bën të mujtun me e prit Ramazanin, mirë po na tërheq vëmendjen që në ditën e parë, që këto janë ditë të numëruara. Edhe kush përfiton, përfiton. Edhe kush hum, ai është përgjegjës pastaj për humjen e tij. Kështu të dashtën dhe shtrajtë. Mas shumë ditësh edhe netësh të kalume në adhurim, edhe një përkushtim ndryshe prej çdo përkushtimi. Vjen momenti që njeriu duhet të bëhet gati edhe të përshëndetet me Ramazanin e tij. Edhe gjithmonë në pyetje është: a na pranon Allahu Azza wa Jall agjërimin e këtij muajit? A na pranohen veprat që kemi bërë në këtë muaj? A kemi kalu Ramazanin e këtij viti ashtu siç është dashur u kalu? A kemi lënë diçka mangët? Por gjithsesi ka akoma ditë. Ka akoma ditë. Edhe ka akoma mundësi për çdo i cili ndoshta mund të ketë neglizhuar diçka gjatë këtyre ditëve. Mund të ketë lënë mangut diçka gjatë këtyre ditëve. Mund mos i ketë shfrytëzuar siç duhet netët e këtij muaji të begat. Ka akoma mundësi dhe ka akoma hapësira që gjithë secili prej nesh me bë një kthes. Ky është muaj i pendimit. Ky është muaj i shpresës. Ky është muaj i rimkamjes. Ky është një muaj që sikur se thonë edhe hoxhallarët tanë, edhe po dëgjoja me shumë kënaqësi hoxhën tim të dashur doktor Muhammed Ratib Nabulsi, i cili elhamdulillah akoma jeton në Damask të Siris. Edhe po thoshte, unë mund ta them me bindje të plot, se ai i cili nuk e ndryshon sjelljen e tij, edhe komunikimin e tij pas Ramazanit, pra është i njëjti person si ai që ka hyrë në ditën e parë të Ramazanit, unë them që agjërimi i tij ka qenë krejt formal. Një agjërim krejt, domethënë rutinë. Që do thotë se muaji i madhëshëm i Ramazanit vjen për ta ndryshuar të dashmet e mi. Edhe patjetër që gjatë gjithë kësaj periudhe me adhurime sistematike, me një përkushtim dhe me një xhihad me nefsin, patjetër që gjithë secili prej nesh përmirësohet dhe nalësohet tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ne lexojmë në Kur'anin familjar se nëpërmjet namazit afrohemi, wasjud waqtarib, pra bën sejdë dhe afrohu. Sa e sa sejdë e sa mundësi na janë dhënë në muajin e madhëshëm të Ramazanit, nëpërmjet haditheve të shumta, e përpara tyre nëpërmjet ajeteve kuranore, që na ftojnë për t'u paqtuar me Zotin e gjithësisë, për t'u paqtuar me njëri tjetrin, për t'u paqtuar me jetën, me natyrën, me tokën, me gjithçka. Për t'u kthyer dhe për t'u bërë gjithë secili për nesh nëpërmjet shkollës 30 ditore të Ramazanit, siç thotë Sheh Yusuf al-Qaradawi, kjo është si një shkollë, si një medrese 30 ditore, ku njeriu hyn brenda saj për t'u formatuar. Pra për t'u bërë më i mirë, për t'u bërë më i afërm me Allahun subhanahu wa taala. Për t'u bërë më i ndërgjegjshëm për mirësinë dhe bekimet e fesë së tij. Për të përmirësuar gjuha e tij, për të përmirësuar vepra e tij, për të përmirësuar njeti i tij të gjitha. A nuk e shohim se çdo ditë prej ditëve të Ramazanit ka një mësim shumë të madh, që shumë kush ndoshta edhe e neglizhon, edhe ndoshta na ik pa i dhënë rëndësinë e duhur. Cila është vepra e parë apo cili është veprimi kryesor pa të cilin nuk na vlen krejt dita agjërimit? Njeti që bëjmë në kohën e syfyrit, ose njeti që e bëjmë që në darkë. Pra, na mëson Allahu subhanahu wa taala që për 30 ditë ti të kesh një njet të posaçëm për çdo ditë prej ditëve të agjërimit.
Dhe me thanë me përmirësu njetin është diçka shumë e madhe të dashmet e mi. Me përmirësu njetin në marrëdhënie me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala është diçka shumë e madhe, mos ta neglizhojmë. Prandaj teksa shohim dhe lexojmë në tekstet e ndryshme të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, vim në disa konkluzione që na shërbejnë të gjithëve për ditën tonë e për jetën tonë. Në Ramazan e sidomos pas Ramazanit, sepse qëllimi final është që njeriu muslimani me e shiju muajin e begat të Ramazanit dhe me u forcu me dritën dhe bekimet e Allahut azza wa jall që merr në këtë muaj të begat për pjesën tjetër të vitit. Pra aftësia e imja dhe e juaja dhe të gjithëve ne së bashku është, nëse mundemi me e rujt besën e këtij muaji të mallnueshëm, edhe me qëndru besnik në njetin e agjërimit, pra të frenimit nga e keqja, e distancimit nga kotësit, e lartësimit në gradet më të larta të njerëzve elitar, nëse mundemi me e bakte për gjatë gjithë vitit, pasha Allahun me dorë në Kur'an ju them se realitetet e zymta, e të hirta, të kësaj shoqërie gati në kufijtë e çmendurisë, që çfarë nuk shohim dhe çfarë nuk dëgjojmë sot, pasha Allahun ato ndryshojnë nga kontributet e agjëruesve në Ramazan dhe pas Ramazanit. Dhe eni t'ju lexoj diçka nga shënimet që kam marrë nga tefsire të ndryshme dhe mësimet që dalin nga vështrimet në pjesën e ajetit kuranor që e hapa javën e kaluar, wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Pra, nëse agjëroni, është më mirë për ju nëse ju e dini. Pra, nëse e dini vlerën dhe madhështinë e këtij muaji. Dhe normalisht nëse agjëroni ka të bëjë me njerëzit që ju ka justifikuar Allahu azza wa jall mos agjërimin për shkak të, kemi thënë, udhëtimit, sëmundjeve e lëngatave të ndryshme. Megjithatë, ka thënë me agjëruar edhe më mirë. Pra, mos u ndani nga karvani i agjëruesve. Lexojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ky është sistem jete për ne. Ai që nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të vepruarit sipas saj, ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij. Dhe me thanë, individ musliman apo shoqëni muslimane dhe gënjeshtër nuk ka. Prandaj nuk ka fjalë më të rëndë që dikush mundet me i thanë një muslimanit se sa me i thanë ti gënjen, ti rren. Ai që të përmend gënjeshtën dhe rrenën, pasha Allahun ka thënë një fjalë të madhe që peshon më rëndë se sa toka dhe qiejt. Dhe që kur se si muslimani nuk duhet me ja pranu as kujt në botë, duhet ja kthej mrapsht. Pse? Se muslimani dhe gënjeshtër nuk ka. E pyeten pejgamberin alayhi salatu wasalam për veprime të ndryshme që njeriu mund të bëjë, prej gabimeve dhe gjunaheve. A i ban ato muslimani? Tha edhe i ban. Edhe i ban. Do të thonë rroshet, devion. Mirë po kur e pyeten a gënjen muslimani? Tha nuk gënjen muslimani. Parim jetët. Mirë po këte parim jetët dhe këte sistem të shenjtë na e konfirmon më së miri dhe na e mëkon më së miri dhe na edukon dhe na stërvit për të më së miri muaji i begat i Ramazanit. Për të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ai që nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të vepruarit sipas saj, thot wal jahl, edhe nga ignoranca. Edhe agjërueshëm, edhe ignorancë nuk ka. Edhe kur them ignorancë, zgjanoje bot kuptimin rreth kësaj fjale sa të kesh mundësi. Ti edhe aftësia jote për ta interpretuar fjalën ignorancë, që mos ta ngushtojmë. Dhe ku të shkosh në ekstremet e shpjegimit të kësaj fjale, të dish se në asnjë hapësirë të asaj harte nuk ka vend për muslimanin. Allahu ekber, kjo është e madhe shumë. Kjo është e madhe shumë. Prandaj duhet me pyet veten, a agjërojmë ne? A na ka bereqet ninimi i Ramazanit? Apo thjesht bajmë sikur i përgjigjemi Allahut azza wa jall në këtë adhurim të mrekullueshëm, që do të thotë se agjëruesit dhe shoqëria agjëruese është e distancuar nga gënjeshtra, nga korrupsioni, nga mashtrimi, nga tradhtia kombëtare, nga grabitja flagrante e pronës së tjetrit,
grabitja flagrante e pronës së tjetrit, si rastet ekstreme dhe barbare dhe fatale që i shohim sot në zemër të qytetit tonë dhe në zemër të çdo vakfi prej vakëfeve tona. Dhe me thënë, nuk ka rast ma ekstrem edhe ma ashiqar se sa të dëshmohet grabitja flagrante dhe bekimi i grabitjes, se sa ajo që ndodh me vakëfin ton atje tek xhamia e Fushçelës. Dhe ju e dini se çfarë po bëhet atje. Edhe miratimin e kujt po bëhet ajo, edhe si po ndërtohet ajo. Dhe për te përpjekjeve tona dhe për te angazhimeve nga kryesia e komunitetit musliman të Shqipërisë e këndej, shikoni se çfarë ndodh. Një heshtje absolute, madje ju e dini se kemi pas një përplasje të pa precedent me institucione serioze të këtij vendi që e humbin për shkak të harameve seriozitetin e tyne. Se si ka mundësi që një institucion serioz të shkel në një vend të shenjtë dhe të prek në të pronën e shenjtë të tjetrit.